Mirëmëngjesi. Djetë policia e Kosovës ka dalë me një thirrje, me një apel në fakt për gjithë ngasësit e veturave që të vozisin me kujdes maksimal dhe të respektojnë maksimalisht rregullat që dalin nga ligjet që rregullojnë komunikacionin. Kjo për shkak se gjatë këtij vikendi kishim 3 raste që përfunduan me fatalitet dhe një numër të madh të aksidenteve. Policia e Kosovës përpos këtij apeli ka ndërmarrë edhe disa aktiviteta, një lloj fushate për vedisim të ngasësve të veturave që të vozisin me rregulla dhe që të ulin numrin ose mos të shkaktojnë aksident që kohëve të fundit po përfundojnë edhe me fatalitet shpeshherë. Mirë, po për gjitha detajet për këtë fushat, për këto aktivitete dhe për këtë thirrjen që doli dje Policia e Kosovës, do të na tregoj Baki Kelani, drejtori i zyrës për informim në Policinë e Kosovës. Baki, mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Na trego vikendin që shkoi konkretisht të shtunën, kishim 3 raste që përfunduan, 3 raste të ndara që përfunduan me fatalitet. Na trego ku ka ndodhur ato dhe cilat janë shkaqet që quan deri te aksidentet që përfunduan me fatalitet. Është e vërtetë që vikendi që sapo lam pas, me të vërtetë ka qenë i ngarkuar me aksidente të komunikacionit rrugor. Fatkeqësisht ka qenë i ngarkuar me aksidente me pasoja fatale, ku janë evidentuar, siç e thatë edhe ju, 3 aksidente që kanë psu personat kanë humbur jetën, njëri prej tyre ka qenë edhe këmbësor. Dhe ajo që neve na ka bërë si Policia e Kosovës, përveç gjitha aktiviteteve, planeve konkrete dhe shtimit prezencës policisë në rrugë, kemi bërë edhe një sër apelesh, një sër fushatash, spote televizive, në mënyrë që të ndikojmë në çfarëdo forme në një siguri më të madhe në trafik e të posaçërisht të ulim aksidente me pasoja fatale. 3 aksidentet që kanë ndodhur kanë qenë në lokacione të ndryshme, në rajone të ndryshme, po pothuajse më i rëndi ka qenë ai në rajonin e Prishtinës, në rrugën Vërzët Fazliu, ku ka humbur jetën një këmbësor. Për këtë arsye ne kemi dedikuar edhe fushatat tona që kanë qenë pikërisht drejt këmbësorëve, sepse ka edhe shumë ngasës të automjeteve që nuk respektojnë shenjat e komunikacionit rrugor, nuk kushtojnë vëmendje të caktuar pikërisht tek zebrat ku janë caktuara për kalimin e këmbësorëve, po njëkohësisht kemi problem pak në aspektin si qytetar edhe si këmbësor, pra nuk jemi shumë të vetëdijshëm, nuk kemi kujdes aq sa duhet te shfrytëzimi i zebrave apo edhe tek kalimi i tyre në ato raste kur kemi një siguri të plot, pra kur qarkullimi është më pak. Kështu që kërkohet një vetëdijsim apo një sensibilizim më i madh i opinionit në cilësinë qoftë të ngasësit të automjetit, qoftë të këmbësorit, pra e të gjithë atyre që janë pjesëmarrës në komunikacionin rrugor. Përpos këtij këmbësorit kishim 2 raste tjera që përfunduan me fatalitet, një në Lipjan dhe një në Drenas. Ishin ngasësit këta që pësuan? Po them që dhe cilat ishin shkaqet që quan deri te këto aksidente? Ne kemi zyrtar të komunikacionit rrugor, apo në këtë rast në divizionin e komunikacionit rrugor, që janë cilësinë e ekspertëve dhe që bëjnë analiza rreth asaj se cilët janë faktorët kryesorë që janë shkaktar të aksidenteve të komunikacionit rrugor. Mirë po këto shkaqe të aksidenteve kryesisht bëhen të ditura në gjykatë. Mirë po ne në analizat tona që ne i kemi nxjerrë, mund të them lirisht që edhe opinioni ta di që faktorët kryesor janë faktori njeri, mjet dhe rrugë, sepse po të mos ishte njëra nga këto nuk do të ishte edhe aksidenti. Mirë po si faktor kontribues në analizat tona dalin te kalimi i shpejtësisë, po flas kryesisht tek aksidentet me pasoja fatale, dalin mosmbajtja e distancës gjatë lëvizjes në komunikacion, dalin të jetë te kalimi apo anashkalimi i automjeteve dhe kryesisht edhe faktorë tjerë, por në një përqindje më të vogël, ku tek aksidentet me fatalitet është edhe mosvënia rripje të sigurisë dhe njëkohësisht shfrytëzimi i telefonit gjatë ngasjes automjeteve. Pra këto janë si faktor kontribues që vijnë deri te aksidenti. Dhe bazuar në këto analiza që ne kemi nxjerrë, ku kemi nxjerrë se në cilat ditë ndodhen më shumë të aksidente, kryesisht është dita e hënë dhe dita e premte. Pra dita e premte kur njerëzit vrapojnë pas vikendit dhe pastaj qoftë lodhja në vend se të pushohet në vikend, vrapimi për ta zënë punën ditën e hënë dhe ora në cilën ndodhen më shumë të aksidentes, kryesisht ora nga 14 deri në orën 16, pra koha kur njerëzit përfundojnë orarët e tyre të rregullta të punës dhe pastaj qoftë nga tollovit që krijohen në trafik,
qoftë nga punimet ndoshta që janë rrugë në kohë, qoftë përshtatshme apo pa përshtatshme, sepse nuk jam tash unë ekspert i atyre që të analizoj. Dhe në ato kohë ne po kemi problem në komunikacionin rrugor, pra nuk mund të arrihet çdo gjë vetëm me polici. Po në cili është rajoni ku mas shumë të po ndodhin aksidente, zoti Kelani? Po kemi kryesisht rajonin e Prishtinës, jo për faktin që ka më shumë parregullsi në Prishtinë, po për faktin që Prishtina është më ngarkuara, qoftë me numër të banorëve, qoftë me numër të automjeteve, apo qoftë edhe me numrin e atyre që vinë përkohësisht Prishtinë për të kryer punët e tyre dhe pastaj të kthehen mbrapa. Kështu që Prishtina është më ngarkuar në lëvizje apo në qarkullim më shumë se 2 rajone tjera, cilat do të qofshin ato. Dhe ju keni dalë me këtë thirrje, me këtë apelin për kujdes, për respektim sa maksimale të rregullave të komunikacionit. Zakonisht në këtë kohë delni, organizoni aktivitete të ndryshme, fushata edhe me ardhjen e bashkëdhetarëve, zoti Kelani, apo jo? Po, është vërtet që nga muaji maj kemi filluar implementimin e planit të quajtur sezona verore, kryesisht që i dedikohet një objektive veçantë komunikacionit rrugor apo sigurisë në komunikacionin rrugor, për shkak se dim që gjatë muajit korrik dhe gusht kryesisht kemi shtim të prezencës së automjeteve në rrugë, shtim të numrit të qytetarëve në ambiente të ndryshme, për shkak se që thatë jo ardhes e bashkëdhetarëve që janë të mirë se ardhur në vendlindjen e tyre, dhe për këtë arsye ne marrim masa shtesë. Mirë po them ne në kontinuitet, varësisht prej vlerësimeve që bëjmë, përveç që bëjmë ligjërimin e për shkolla, gjatë kohës kur shkollat janë të hapura, bëjmë fushata sensibilizuese përmes broshurave të ndryshme, bëjmë fushata sensibilizuese përmes spoteve televizive që janë aktiv, dhe shtojmë prezencën tonë policore në ato pika sensitive ku kryesisht ka numër më të madh të aksidenteve, qoftë me atyre me pasoja fatale, qoftë me dëme materiale, apo edhe vetëm me lëndime. Kështu që analizat tona na shtin drejt asaj që të kemi prezencë më të shtuar. Tani kemi një plan të ri që kemi filluar diku afërsisht brenda këtyre 10 ditëve, ka një plan që është duke implementuar, kemi dalë me vetura zyrtare, por që janë civile, pa shenja policore, në mënyrë që të identifikohen vozëdhësit edhe gjatë lëvizjes. Pra të shohim kundërvajtësit, ku po kryejnë kundërvajtje që të marrin masa parandaluese. Pra kemi qëllim jo ndëshkimin për preventiven apo parandalimin dhe krijimin e një sigurie më të madhe në aksident, në trafik, për shkak se aksidentet fatkeqësisht janë në rritje, si ato me pasoja fatale, si ato me dëme materiale. Dhe qëllimi ynë primar është që të shpëtojmë jetrat kryesisht në komunikacion dhe të kemi një siguri më të madhe për gjithë pjesëmarrësit. Dhe janë në gjithë vendin këto veturat zyrtare mirë, po që nuk identifikohen? Apo vetëm në komunën e Prishtinës më shumë, në është numër më të madh? Do të ketë numër më të madh automjeteve në Prishtinë, në kryeqytet, por edhe në rrugë rajonale, mirë po ka edhe në rajone tjera. Pra do të përfshihet gjithë territori i Kosovës, varësisht prej rajoneve ku ka më shumë të aksidente, kështu që ky plan ka filluar të implementohet, unë bëj thirrje edhe gjithë qytetarëve që të kenë një kujdes, që shpëtojnë s'pari jetën vetvetes dhe pjesëmarrësve tjerë në komunikacion, e pastaj të shpëtojnë edhe nga gjobat e mundshme që mund të shqiptoj policia varësisht prej kundërvajtjes së bërë. Unë ju bëj thirrje që të kemi një funksion më të madh të një trekëndshi, ta quaj polici, qytetar dhe institucione tjera, sepse pa qenë në funksion ky trekëndësh i mirëfillt, ne nuk do të mund të parandalojmë aksidentet. E thash edhe në fillim që nuk mund të arrihet çdo gjë vetëm me polici. Është një fat i keq që ne brenda 24 orëve shqiptojmë tani në këtë sezon mbi 1000, 1100, 1200 gjoba. Pra këto janë numër i madh i gjobave që shqiptohen nga policia. Është shqetësuese për neve kur kemi aq shumë kundërvajtës. Një faktor tjetër, zoti Kelani, që është përmendur këtu është edhe vozitja në ndikimin e alkoolit, që po çon drejt aksidenteve, ndoshta edhe që po përfundojnë me fatalitet. Është e vërtetë që ka shpeshtohet kjo gjatë sezonit të verës apo? Është e vërtetë që ka raste që ka aksidente në ndikim të alkoolit, kur ngasësit përdorin automjetin në ndikim të alkoolit, mirë po kjo është një fat i mirë që në këtë pikë qëndrojmë shumë më mirë se sa rajonet tjera, sepse alkooli përdoret në vendin tonë më pak ndërsa se në disa zona, qoftë në Ballkan apo edhe në rajone më gjerë. Mirë po ka raste kur ka ndodhur aksidente pikërisht për shkak të përdorimit të alkoolit, mirë po ne kemi një plan të veçantë që kryesisht angazhojmë njësi shtesë gjatë vikendeve.
pra ditët e vikendeve, pranë të shtunë e dile, ku në këto norte vona faktikisht, ku në këto kohë kemi përdorus me të majtë alkoholit dhe për këtë arsye pak i orientojmë dime dhe lokacionet që identifikojnë kryesisht stacionet policore brenda zonave të përgjegjësisë tyre dhe pak a shumë i orientojmë edhe zyrtarët tanë që t'jenë në ato pika ku mund të shfrytëzohet qarkullimi për të quar të ato lokacione ku frekuentohen më shumë gjatë vikendeve. Qartë. Faleminderit shumë, zoti Kelani, për prezencën dhe thirrjen, apelin, përsëritjen edhe një herë për gjithë ngasësit për vozitje të kujdesshme. Faleminderit edhe juve që na keni jap mundësinë për ftesën që të jemi pjesë e emisionit, sepse me të vërtetë është e nevojshme që edhe gjitha mediumet të shfrytëzojnë këto apele tona, këto thirrje tona, që të kemi një siguri më të madhe në trafik, sepse të gjithë pothuajse jemi pjesë e komunikacionit. Qartë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritakohemi nesër me një mysafir tjetër.